Mjeku çudit botën. Aloe vera shëron këto 4 sëmundje. Ja kush duhet ta përdorë menjëherë. Gjeli mrekullueshëm që gjethet aloe verës është plot me vitamina dhe minerale, që trajton një gamë të gjerë të komplikacioneve që i kanosen shëndetit dhe organizmit tuaj. Në këtë video do të mësoni se si të shfrytëzoni bimën e aloe verës duke nisur që nga shëndeti i lëkurës dhe parandalimi i komplikacioneve. Aloe vera është një bimë fantastike me fuqi të larta vepruese që mund të lehtësojë në një sër problemesh dhe të mbrojnë gjithashtu organizmin tuaj në tërësi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shtimi i kësaj bime në vazhdimsi të dietave tuaja do të përkthehet në një mbrojtje më efektive të shëndetit. Në këtë video, sipas Wellnet, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i aloe verës. Aloe vera mund të ndihmojë në ushqyerjen e një lëkure më të shëndetshme. Gjeli i gjetheve të aloe verës do të ofrojë alternativa natyrale për ushqyerjen e lëkurës plot me vitamina. Nëse e përdorni shpesh, do të evitoni irritimet të ndryshme të lëkurës edhe do ta eliminoni gjithashtu komplikacionet e saj. Ndaj këshillohet që të përdorni në vazhdimsi të dietave tuaja duke ditur rëndësinë e madhe që ajo ka. Aloe vera është një bimë fantastike që mund të zbuzë gjithashtu edhe problemet e flokut tuaj. Gjelin e aloe verës mund ta përdorni si zbutës për flokun. Pas larjes, lyeni flokun me gjelin dhe kështu e mbani për 5 minuta. Shplajini me ujë të ngrohtë dhe do të zbuloni që floku juaj është i butë dhe i shkrifët. Aloe vera do t'i jap atyre edhe një shkëlqim dhe gjithashtu do të evitojë dobësinë dhe rrënjën e tyre. Aloe vera është një bimë fantastike që mund t'i japë përfitime të mira kundër problemit të akneve. Aloe vera ndihmon kundër akneve, gjithashtu mund t'i japë rezultate të mira kundër inflamacioneve të tyre, skuqjes dhe bakterieve. Gjelin mund ta përdorni si maska megjithatë. Nëse keni një fytyrë të ndjeshme, duhet të bëni teste paraprake, ta vendosni pak në zonën e parakrahut. Nëse lëkura irritohet, është më mirë që të mos përdoret në këto raste në situatat tuaja. Aloe vera është një bimë që mund t'i japë përfitime të mira shëndetësore. Ajo mund të evitojë gjithashtu edhe problemet e zbokthit. Përdorimi i rregullt i gjelit të aloe verës në flok është shumë efikas në eliminimin e flokut të dëmshëm dhe gjithashtu zbokthit të tij, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit të flokut dhe duke parandaluar kështu komplikacionet që i kanosen. Aloe vera është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime në mënyrë të rregullt dhe kështu do të evitojë gjithashtu edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Shtimi i bimës aloe verës në përditshmërinë e dietave tuaja do të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e tij dhe parandalimin e komplikacioneve të një pasnjëshme. Aloe vera është një bimë që do të evitojë gjithashtu edhe djegjet e lëkurës. Gjeli aloe verës është efikas kundër djegjeve të lëkurës, në saj të përfitimeve ushqyese që ajo bartë. Ajo mund të përdoret gjithashtu edhe për heqjen e makjazhit. Kombinimi i lëngut të aloe verës me vajin e saj mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe një alternativë natyrale në eliminimin e heqjes së makjazhit. Ky kombinim është i butë për lëkurën, nuk e irriton atë dhe rigjallëron atë. Ndaj siguroni ta keni pjesë të dietave tuaja për të marrë këto përfitime të një pasnjëshme. Aloe vera është një bimë që mund të evitojë gjithashtu edhe irritimin e lëkurës së pickuar nga insektet. Pickimi i mushkonjave është shumë i sikletshëm. Nëse e lyeni vendin e pickuar me gjelin aloe verës, do të keni më pak kruajtje dhe shqetësime të lëkurës. Ndaj përdoreni atë në këtë mënyrë dhe rezultatet që do të merrni do të jenë fantastike, rigjeneruese dhe gjithashtu edhe shumë lehtësuese. Aloe vera është një bimë që mund t'i japë përfitime të një pasnjëshme në lëkurën tuaj, por jo vetëm kaq. Ajo mund të parandalojë gjithashtu edhe irritimet e lëkurës. Bima e aloe verës çuditërisht përmban nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit do të luftojnë gjithashtu edhe problemin e radikaleve të lira,
përgjegjëse kjo për dëmtimin e lëkurës dhe gjithashtu edhe problemeve që i kanosen. Mosha e bimës aloe verës po ka rëndësi të madhe edhe në luftën kundër inflamacioneve, duke siguruar kështu një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve që i kanosen asaj. Aloe vera është një bimë që mund t'japë përfitime të mira gjithashtu edhe për sistemin tuaj tretës. Aloe vera përmban lloje të ndryshme të enzimave të cilat bëjnë mrekulli veçanërisht për tretjen. Veçanërisht enzimat që gjenden te aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e yndyrnave që shkaktojnë probleme me tretjen. Përfitimet të tilla të bimës aloe verës do të luajnë një rol fantastik në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Aloe vera është një bimë fantastike që mund të parandalojë gjithashtu edhe elementet e dëmshëm të lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por jo të gjithë i dinë përfitimet kryesore që marrim nga përdorimi i aloe verës në lëkurën tonë. Aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të rëndësishme që i duhen lëkurës në parandalimin e këtyre shqetësimeve dhe mund të japë gjithashtu rezultate fantastike në rigjenerimin e saj. Sigurohuni ta përdorni atë në mënyra të rregullta dhe përfitimet që do të keni janë fantastike. Aloe vera është një bimë që mund të ndihmojë në luftën kundër akneve. Për shkak të përmbajtjes së mirë të mineraleve që ka, një prej të cilave është edhe zinku, që ka një rol kryesor në produktet e bukurisë. Aloe vera mund të ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrna natyrore që prodhohen te vetlëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Aloe vera do të paksojë dhimbjet. Aloe vera përmban enzima që janë veçanërisht shumë të mira në luftën për të paksuar edhe dhimbjet. Kjo quhet diskinase dhe ndihmon në zvogëlimin e inflamacioneve të tepërta kur përhapen në lëkurë për të larguar inflamacionet. Aloe vera rregullon lëkurën gjatë dëmtimeve të saj, duke ndihmuar në rigjenerimin më të mirë. Aloe vera do të ndihmojë në rritjen e flokut. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm, duke rritur qarkullimin e gjakut në skalp. Enzimat përbërëse të aloe verës ndihmojnë që të keni një lëkurë të dobishme për balancimin e pH-it në kokë. Ajo mund t'japë shumë përfitime për sa kohë përdoret në mënyrën e duhur dhe në kujdesin e duhur. Aloe vera është një bimë fantastike, e cila mund t'japë shumë element ushqyes në shëndetin tuaj, por përdorimet e saj janë gjithashtu edhe lehtësuese në përditshmërinë tuaj. Sipas WebMed, këto janë disa nga përfitimet kryesore që do të merrni prej saj. Ajo është e pasur me vitamina dhe minerale esenciale. Aloe vera përmban një sër vitaminash që veprojnë si antioksidant, përfshirë këtu vitaminën A, C dhe E, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga stresi oksidativ. Gjithashtu përmbajnë minerale të rëndësishme siç është kalciumi, kromi, bakri, hekuri, mangani, kaliumi dhe zinku. Aloe vera do të ndihmojë në lehtësimin e problemeve të kapslëkut. Për shkak të efekteve laksative, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë për të përmirësuar lëvizjen tuaj të zorrve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si zgjedhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë në konsult me mjekun. Filloni në doza të vogla dhe zgjidhni gjithmonë lëngun nga pjesa e brendshme e gjetheve. Aloe vera do të mbrojë shëndetin e lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkaktari kryesor i akneve. Duke ndihmuar në hidratimin nga brenda, lëngu i aloe verës mund të përmirësojë gjendjen e lëkurës dhe ta bëjë atë edhe më të shëndritshme. Aloe vera ka veti të mira antiinflamatore. Vitamina C dhe E të aloe vera varet funksionet antioksidantëve të dëmshëm dhe redukton inflamacionin. Ato luftojnë radikalet e lira që vijnë nga ndotja, duhani ose alkooli, citon dietologja Silverman. Nëse trupi juaj është dëmtuar nga stresi oksidativ, antioksidantët ndihmojnë në rigjenerimin e saj. Bima aloe verës është një përforcuese e sistemit imunitar. Falë përmbajtjes së mirë të vitaminës C, aloe vera ndihmon sistemin imun për të mbështetur procesin e shërimit. Por nëse merrni medikamente të caktuara dhe vuani nga komplikacione të rënda përpara përdorimit, duhet të konsultoheni gjithmonë me mjekun tuaj specialist. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.